Që ditën që vdiqe, që kur s'të kam parë, lotët që kam derdhur s'më janë tharë. Shumë dit u bën, sot u mbushëm 10, që kur më ke lënë dhe s'të shon jetë. Në qkopshte me lule, po qëndron val, s'të vjen keq për mua, s'të vjen mall për djal. O angjëll i bukur, mos meno në botë, kthehu të shohim, të na mbeten lot. S'rojmë do të pa ty ne, ti si rom pa neve, mot që rojtëm bashk s'më ureve, atje tek ri janë qiparize vare, kthehu të shohim, mos na lër për fare. Doje dritë o qiell, more dritën time, dhe më mbushe jetën plot me hidhërime. Tani roj pa shpresë, ndaj s'dua të roj, se dhe Perëndin tani se besoj. Gjevahire Kuqi Mehmetaj, e lindur dhe e rritur në fshatin Lutoglav, nga prindrit baba Isufi dhe nëna Shkurta. Gjevahirja u rrit në një familje të madhe, një vëlla dhe 6 motra, si dhe 3 vëllëzër e 2 motra nga ana babait. Gjevahirja që nga fëmiria ushqua për urtësin, dashurin dhe për kushtimin ndaj familjes. Ishte ajo që nuk kursej vetën nga punët dhe angazhimet, gjithmonë e gatshme për të ndihmuar të tjerët, një grua e urtë e me zemër të madhe. Këtë shpirt të ndritur, këtë grua punëtore, e vërejti motra e saj Gjyla, e cila vendosi ta merrte pranë vetës, për ta martuar me kunatin e saj më të vogël, Zeqirin. Në maj të vitit 1987, në një dasmë të madhe, me plot krushqi, ashtu siç i kishte hije shtëpisë së Rami Drizit, Gjevahirja dhe Zeqiri u martuan. Por ja që jeta nuk ishte edhe shumë e drejtë me familjen e saj, familjen Kuqi, sepse nëna Shkurta u përball me një sëmundje shumë herët. Brenda një viti, shtëpia e Xhemail Isufit u përball me 3 vdekje, të gjyshes Mejremit, babës Isufit dhe nanës Shkurt. Edhe pas këtyre dhimbjeve, familja qëndroi fort e të bashkuar njëri me tjetrin për t'i kaluar të gjitha sfidat. Në përvjetorin e parë të martesës, Zeqirin dhe Gjevahiren, Zoti i gëzoi me fëmijën e parë, vajzën Egzonën, pas një viti e gjysmë me vajzën e Donën. Pastaj erdhi në jetë Egzoni, për të cilin u gëzuan e tërë shtëpia. Më pas e ndriti dhe pas 13 vjetësh në jetë erdhi Fioni, një gëzim që u afreskoi zemrën të gjithëve, por më së shumti Gjevahires, e cila u gëzua tejmase. Gjevahirja u dallua si nën dhe grua shembullore, e edukuar, e urtë, fjalë pak e punëtore. Ajo ishte krahu i gjatë i Zeqirit në çdo aspekt, në shtëpi, në fushë, në angazhimet e tij për furnizimin me libra të shkollave shqipe. Ajo, gjatë mbledhjeve të ndryshme dhe arsimimit në oda, nuk kurseu kur së shtruari sofrën për të ushqyer të pranishmit, ashtu siç i ka hije gruas shqiptare. Ndërkohë që bashkëshorti angazhoi në punët jashtë shtëpisë dhe me të gjitha obligimet që kishte për të mbajtur familjen, ajo me gjithë shpirt u përkujdes për edukimin dhe rritjen e fëmijëve. Ishte themeli i shtëpisë, zëri i urtësisë, bujarisë dhe dashurisë. Fëmijët e saj ecën me këshillat e saja, në mendje dhe zemër udhërëfyese, që nuk u shuan kurrë derisa mbylli syt. Këshillat e saja si një nën zun vend gjithmonë. Bujaria e saj u bë shembull për fëmijët. Kujdesi i saj që tregonte gjithmonë për ta, shërbeu si udhërëfyes edhe në ditët e tyre më të vështira. Familja e tyre sa vinte e shtohej. 2 vajzat u martuan e pak më vonë u martua edhe djali e ndriti. E kur më në fund kishte më shumë kohë për veten dhe për të shijuar gëzimet që kishte mbjell me mundë dashuri, sëmundja troket tinzërisht. Por ajo luftoi, me dinjitet, me besim dhe me gjithëqenjen e saj.
u bë gjyshe 5 herë, dhe mbesat e nipat ishin freskia e shpirtit të saj. Ata i dhan forcë në ditët më të vështira. E pikrisht kur e gjithë familja menduan se sfidat e saj me shëndetin i te i kaluan, sëmundja tinëzare godet sërisht shpirtbardhën e familjes. Përkundër përpjekjes së saj, të familjes dhe stafit shëndetësor, nuk mundën të ndalin asgjë. Në vitin 2024 u godit rënd shpirtërisht, ku për një kohë të shkurtër humbi kunatin, vëllaun e vetëm si dhe djalin e motrës vetëm 25 vjeçar, dhimbje mbi dhimbje, që rënduan edhe më shumë gjendjen e saj shëndetësore. Kësaj sfide të fundit nuk mundi t'i bëj ballë. As dashuria e familjes, as përkujdesja mjekësore nuk mjaftuan më, dhe zemra e saj pushoi së rrahuri me 28 maj të vitit 2025. Ajo iku duke na lënë zemrat e coptuara të gjithë atyre që e deshtën, por kujtimet me të janë thesari që do të mbahen gjithmonë në shpirt. Me 29 maj u bën të gjitha përgatitjet për t'ia dhënë lamtumirin e fundit më të dashurës, bashkëshortes, nënës, gjyshes e motrës së dashur Gjevahires. Fytyra e saj e bukur dhe e urtë në këtë fotografi u vendos para shtëpisë. Në oborin e shtëpisë filluan të vinin familjar, miq e dashamir për kryeshnosh. Përgjatë gjithë ditës, familjarët i ngushëlluan shumë prej pjesëmarrësve, dhe numri i madh i tyre tregonte për respektin që gjithë kanë pasur për Gjevahiren, e që në numri i madh i miqve e ka njohur si Gjeku. Asaj i pushuan dhimbjet dhe brengat. Mirë po familjes dhe të gjithë të afërmve ju shtua dhimbja e mërzia, dhe bashkë me shpirtin e saj u nda edhe një gjysmë shpirti nga secili, e më së shumti nga fjoni i vogël i Gjekut, që s'po mund t'i ndalte lotët përballë fytyrës së nënës vet. Amanet, po ua lë fjonin, ishin fjalët e fundit të saj. Për t'ia dhënë lamtumirin e fundit në ceremoninë e varrimit morën pjesë një numër i madh i njerëzve, të gjithë për ta nderuar familjen e Zeqer Mehmetaj dhe shpirtin e bardhë të Gjekut. Ajo iku duke na lënë zemrat e coptuara. Për kujtimet me të janë thesari që do të mbajmë gjithmonë në shpirt. Miq e dashamir të familjes e ngushëlluan familjen Mehmetaj edhe përmes telegrameve të ngushëllimit. Telegram ngushëllimi nga Mustafa Rugova. I dashur Zeqer, e dashura familje Mehmetaj, të dashur pjesëmarrës. Kur vdesin njerëzit e mirë, bota bet me vogël, të gjallët trishtohen, ata tremben sepse u ka ik një dhuratë e Zotit, një bekim e një mirësi ndër me të bukrat e kësaj bote. Por ato që na mbajnë gjallë, ato që na i rikthejnë buzëqeshjen në buzë, janë bresat e kujtimet, që nuk vdesin kurrë e që na ndihmojnë që edhe ne kur të ikëm atje lëm mbrapa një emër të mirë. Sot jemi në kulmin e pikëllimit, por jemi edhe të lumtur e krenar që kemi njohur një njeri me shpirt të bukur, që kemi jetuar në kohën e saj dhe që kemi qenë miq të saj. Ndaj, kjo është arsyeja pse disa njerëz nuk vdesin kurrë. Ata thjesht ndërrojnë vend, atje ku ndërtojnë me shpirt parajsen e tyre. Ata nga lart na shikojnë, na ruajnë e na duan, e ne u jemi mirënjohës për mësimin e jetës që na kanë dhënë prore se si duhet të jetë një shpirt e një zemër njerëzore. Gjek, ti tash je te Zoti, ti po na shikon nga nalt dhe sikur po na porosit. Behuni të mirë, ruajini shpirtin dhe kurrë mos harroni me u dasht, sepse jeta nuk është jetë pa dhanë e pa falë,
për ditë e pa pushim, shembullin e njeriu të bukur në shpirt. Lam të mirë, fisnikja jonë. Lam të mirë, urtakja e Podgorit. Lam të mirë, Gjevahirja e Zeqirit. Familja Rogova, Hollandë. Nuk do ta shohim më në vendin e saj. Nuk do ta dëgjojmë zërin e saj të butë, por çdo herë që na mungon, kujtojmë të qeshurën e saj, ngrohtësinë, mençurinë dhe përqafimet që nuk harrohen kurrë. Ditë e re, dhimbja e njëjtë, si për bashkëshortin, vajzat e djemt. Ajo dhimbje vetëm u shtua dhe kështu do të vazhdoj deri të bashkohen në botën tjetër me shpirtbardhën e tyre. Sa ishte gjallë, Gjeku e kishte lënë amanet. Kurdo që nuk do t'jem në mesin tuaj dhe do të jem atje lart e Zoti, ma mbani një mevlud për shpirtin tem. Kët po u alë amanet. Dhe ky amanet i saj u mbajt. Në oborrin e shtëpisë ushtrua mevludi, duke u lutur për shpirtin e saj që të prehet në paqe. Allahumma salli ala Muhammad, di mugjizat e Rasulit që shënkohen, pasi pato as një pejgamber s'është kohën. Pak mugjizet Muhammedit tu janë thonë, për me dita i që mugjizet zdi si janë. Ma e para i mubarek trupi ti, nuk i binte hiq në tokia e ti. E lotët dhe mërzin s'po e mbanin dot vajzat e saj. Gjevahirja jon, Gjeku jon, mami jon, nën e dashur, gjyshe e paharruar, do të jetosh për gjithmonë në zemrat dhe mendjet tona. Allahu të shpërbleft me parajsen e merituar, të past pran vetës në vendin e të dashurve të